Gjykata ka shpallur vendimin për Altin Çokun, duke e dënuar me 6 vite burg për akuzën e shkaktimit të vetvrasjes së Sibela Abedini, e cila humbi jetën pasi ra nga kati i 4 i një ndërtese. Ngjarja lidhet me dyshimet se Çoku publikoi një foto intime të saj gjatë vitit 2024, gjë që mendohet se ndikoi rënd në gjendjen emocionale të viktimës. Ndërkohë, tezja e së ndjerës, Selona Selmani, ka hedhur dyshime të reja mbi rrethanat e ngjarjes. Ajo pretendon se Sibela nuk është vetë-hedhur, por mund të jetë shtyrë aksidentalisht nga tarraca gjatë një debati. Sipas saj, ka element që nuk përputhen, si fakti që viktima dyshohet të ketë rënë me telefon në dorë, ndërsa pajisja është gjetur më pas në tarracë. Selmani është shprehur e gatshme të dëshmojë në gjykatë për informacionet që pretendon se zotëron. Ajo ngriti gjithashtu një pretendim tjetër, duke deklaruar se sipas bisedave që kishte pasur me mbesën e saj, Altin Çoku mund të ketë pasur një lidhje me nënën e viktimës dhe jo drejt për drejt me Sibelen. Këto deklarata shtojnë pikpyetje të reja mbi rastin, ndërsa mbetet për tu parë nëse do të ndikojnë në zhvillimet e mëtejshme ligjore.